është post ceremonial, paka shumë. Dhe tani unë e kuptoj hezitimin edhe të PDK-s, por edhe të LDK-s që nuk e duan atë pozicion. Problematike dhe kontestuese është edhe bashkëqeverisja. Pse? Në qastin kur një parti ka 62 ose 3 mandate, si që ka në këtë moment vetëvendosja, partia që hyn në bashkëqeverisje nuk mund të ketë rol, kush e di çfarë, është inferiore dhe mund ta dëbosh kur të duash pa pasoja. Prandaj e kuptoj kërkesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e di nëse edhe PDK-ja ka një kërkesë të tillë për postin e presidentit. Unë mendoj kështu, ky do të ishte balancim i pushteteve në Kosovë dhe këtë e mundson dhe e kërkon kvorumi. Pra, qeveria dhe parlamenti t'i takojnë komplet vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve, por presidenti t'jetë ose njërës nga partitë opozitare, ose nëse vetëvendosja nuk pajtohet me një gjë të tillë, atëherë s'paku t'i ofrohet mundësia opozitës që ajo ta propozojë një kandidat apartiak. Nëse këto pozicione nuk kalojnë, ne do të shkojmë nga zgjedhjet në zgjedhje dhe druaj që do të thejmë gjitha rekordet botërore. Interesante kjo temë, gjitha rekordet botërore, sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve.